Përshëndetje, do nisemi për në Prag. Edhe e forta. Më thash Alvio, sa kavalierje, se Alvio më lë gjithmonë që të eci para. Edhe bëm atë kontrollin e pasaportave, edhe më la mua të eci para të ikja. I thashën sa kishim mbaruar punë, se më la mua që hajde në hap rrugën. Gjithmonë të lë të eci. Po, më lë para, i thashën sa kavalierje, gjithmonë më lë para. Dhe çfarë më tha? Kjo e. Nuk e te, përgare. E thoje. Qa thash tani se nuk... Bariu i lë gjithmonë. Bariu i mirë i lë delet para, se... Po. Mbrapa ja ha ujë. Po, shikoni qa krasimi bëri. Jeni dakord jo? E bëra në Formula 1. Po. Reja nuk e zdi. Edhe ndërkohë. E zdi. Edhe ndërkohë, mbaruam me çdo gjë, do presim, jemi një orë para, do marrim ndonjë gjë për të ngrënë. Edhe kështu. What do you say? Fight the darkness till break of day. The heart and the past changes so fast, like a chameleon. Red ones and blue skies. What did we know? We were so very young. Nga Praga! Si thuhet përshëndetja në kështu çekisht? Hello! Ma shkruani poshtë te komente, do t'ju bëj tani një hotel tour sepse e kemi super goditur. Do t'ju vendos edhe emrin këtu, se kemi gjetur me çmim shumë të mirë, por është shumë i bukur. S'kemi qenë ndonjëherë në hotel kaq të bukur. Tani t'ju tregojmë një gjë të keqe ka kjo dhoma, që krevatet janë tek dhe nuk i bashkojmë dot, por jam mjaft madh, e sigur që bashkë do flim. Por shikoni pak sa të bukur e ka këtë ngjyrën e drurit, është si e kuqeremt, ka televizor, dhe është shumë e bukur sepse është vintage. Më pëlqen shumë ky harku, shikoni sa madhështore ka, edhe perdet, dhe shikoni pak pamjen sa e bukur. Ka filluar që të erret, me thënë të drejtën, por pamja është fantastike. Super e bukur. Ja e preferuar e Alvios, shikoni si e mbajnë, ka Nespresso. E qa ndryshimi ka nga Expressi? Apo thjesht është firma emri? Okej, Expressi. Shko sa bukur që e kanë bërë. Po, edhe Alvio do pi kafe që tani. Na e bëj një kafe jetë, vetestante do me thënë. Do heq pak çantën e shpinës, sepse ju a kam treguar turin e hotelit me çantë, edhe do ju tregoj më shumë, por të qetësohem pak, se shikoni në çfarë gjendje jam bërë.
Shikoni sa bukur që e kam veshur, more, shikoni sa bukur. Si e fare serioz me ato atletët? Le mendon do të shkruaj Franca me ato atletët? S'ka të nga qenë zbatur se si shkë. Po dallasi mund të thuash kështu. Po të mirë si shtaj. Se depresion, se është prezi humbre. Po. Bravo. Krahaso atë me këtë. my brain. For now it's sunny side up. The reason that I get out of bed is to lay down again. Oh, I'll be with you in a sec. Jetë? I just Yeah. need a day off. Është ftohtë. Nothing in my plans. I just need a day off. I'll get back. I do my best, but better call somebody else. I simply got too much on my head. Nothing in my plans. I just need a day off. Sa po arritën në hotel dhe besoni s'ka vajtur në ora 8. Shkoni sa është 7:20. Dhe ne kemi ftohtë. U lodhëm. Edhe realisht është shumë ftohtë. Shikoni sa jemi veshur. Kemi akoma ftohtë. Unë mora bleva, t'ju tregoj jetë mos na bëj zhurmë, të lutem. Edhe kam harruar që të marr mikrofonat. Ama tani e hor që ti hiqe. Tani, bleva dje, o jetë hiqe dhe bëj shaka. Mora dje këtë palton, e bleva dje tek Zara dhe bëra shumë mirë që e mora, të mban val, edhe e ka marrë goxha, por ama nja vlen, sepse pash këtë materialin dhe ishte shumë për bërje leshi. Duhet që po pija akoma. Blem edhe një çadër sot. Tani unë duhet që ta gjej këtu. Okej, është lana 60%, dhe të jetë palto, lana 60% është shumë e mirë. Kurse poliester është 32% dhe 8% është fibra të tjera. Tani, unë nga super sugjeroj, është shumë e mirë, edhe si Poliester ka pjesë në brendshme. pjesë e jashtme është lana. Kështu thotë paktën. Dhe shikoni çfarë materiali ka, fiks kështu si 3D, si lesh, siç është leshi vet. Edhe të mban shumë ngrohtë. Ju sugjerojnë që nëse keni për të shkuar në për vende të ftohta. Bleva edhe këto dorashkat po tek Zara, që e di sa të mira janë, se të mbajnë ngrohtë, edhe janë kështu të gjata. Edhe shikoni sa mirë që janë shumë të mira dhe të rehatshme. Edhe për të përdorur telefonin, kamerën për video, duket këto i mora duket 14.000 lekë. Edhe këto të tjerat i kisha. Çfarë mora tjetër te Zara? Mora edhe një bluzë që nuk e vora këtu me vete. Arlio bleu një palë jeanse. Edhe kështu. Një euro të gjë. Çfarë gjëra është kjo euro? Më çfarë? Kjo euro një gjë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Po nejse. Normale që do harronim. Si jemi të vetmit, besoj se edhe ju harronin të njërë gjëra, por rëndësishme është që pasaportat i kemi marrë, dhe dini ju, unë kam veshur këto këpucët, që janë po nga Zara dhe të mbajnë ngrohtë, janë të mira, po tani nga fundi sikur e ndjeva pak të ftohtin,
Por tani shkoni, si këpucë me tak janë shumë të rehatshme dhe si të shitme, sepse nuk fusin ujë dhe janë shumë brenda si kastor, një material shumë të mirë brenda që të mbajnë vërtet ngrohtë, edhe janë të rehatshme për që kanë tak, këtë doja të thoja, dhe janë shumë bukur, kanë majë shumë bukur, kombinojnë me çdo gjë, edhe ju sugjeroj tek Zara. Më duket se kushtojnë duket 80 lekë. Qase bëm në një ulje për Black Friday, është opsioni më i mirë që mund të blini. Më besoni. Shkoni sa të bukur që e kanë majën, duken shumë shik, edhe kanë dhe këtë takën që të tregon të gjatë, por është e rehatshme. Kur unë po eci këtu në Prag dhe nuk po ankohem, është vërtet shumë e rehatshme. Edhe tani neve jemi në urdhrojet. Kush pankot? Kush pankot Alve, se Alve gjithmonë kur udhëtojmë ne vesh atlete të reja. Ka veshur para atlete që i porositëm në Gjermani. Edhe na erdhëm, edhe i kishte lënë aty si paj, edhe për t'i veshur për udhëtime, edhe i vrasin. Tani vrasin këmbën. Edhe qanë gjithë rrugës. Edhe tani do ble atlete, them unë anë atje do ble atlete, po edhe me çanta shpine jemi se 2 net jemi këtu në Prag. Po do mundohem që t'ju tregoj sa më shumë. Ja kam vendosur edhe emrin e nuk quhet fast foodit, po ku hëngrëm burger, sepse bënte koktejl, bënte burgers, bënte tacos, bënte ushqime të ndryshme, po kishte aman 4.8 review dhe kishin votuar 12.000 veta. Tani, neve na tha në fund që votoni, mos harroni që të votoni, unë i thash Alves mos voto Alve, sepse unë e lash, nuk e përfundova të gjithë hamburgerin dhe nuk ishte shumë mirë. Por nuk më pëlqeu, Alves i pëlqeu. Mirë ishte, po. Jo super që më thush se kemi një hamburger shumë herë më të mirë. Po, edhe nuk e se ju a sugjeroj. Mbase nuk zëmë të durin. Po jo, ma ambienti nuk më pëlqeu, ishte shumë kështu se më pëlqeu as për asgjë s'më pëlqeu ambienti. Po ama erdhën goxha njerëz që kishte fluks. Por do ja vendos emrin nëse keni unë nuk ja sugjeroj. Edhe kështu, na kushtoi darka 40 euro. 2 burger, 2 patate që ishin bashkë me ofertën e burgerit, edhe 2 kriko të vogla, një kriko kushtonte 1 euro dhe është e vërtet ajo shpreha që bira këtu kushton më pak se ujë. Morëm dhe 2 shishe ujë në market. Sa ishin e ca pagove në market? Tani këta kanë lekun e tyre që 1 euro... 35.3. Këta kanë lekun e tyre që 1 euro është 24... Në 3 euro e gjysë kam pagu i pje. 3 euro e gjysë gjitha. Okay. Sa është 1 euro korona? 24. 24 korona? Po. Qeke. Pagova 85 korona për 2 ujë edhe duke sikur pagu 1 milion. Po pse ato saliqet ku i more ti? Ti kinezi? Te ky. Pse kishte të 3 allojet. Edhe 84 euro pagove për edhe salqicet e këto? Edhe këto e 3 euro e gjysë. Sa pak lep, si sa lek ishin salqicet? Shumë e lirë sa i ati ishin. Sa i ati ishte... E njëta salqice, ishte pikate, ati ishte 100 arome. Ati ku vajtëm ne, po ishte zona turistike ati. Po, ishin Ati ku shumë vajtëm ne shtrejtë. ishte 100 e ca. Morëm një çadër e kemi marrë për 10 euro çadër të vogël fare. Se bie dhe shiher pas herë përgatituni dhe merrni dorashka, merrni shall, merrni përvesh, merrni kapuçë shumë ftohtë. Është shumë ftohtë dhe është vetëm 4 gradë kur jemi ne. Mendoni kur është me minus, prandaj përgatituni. Po, është ftohtë i hitur. Është ftohtë. Me ke po flet tire? Nuk ta të regoj. Ja. Me ke po flet? Si me ke po flasa, po e që Po këtë ju mesajin. Ta shikoj njerëzi. Po ju goca jeni kështu i thoni. Me ke po flet tire? E, po të shikoj njerëzit. Me ke po flet? Që kemë? Jam me ke po flasa. Shive një njerëz. Tregoj mesazhin këtu. Jo kështu, ama je në bajt drejt, kështu. Ja.
Kur hi parea në Uber. Edhe rasti parë që mendon është Angjante si doktor thriller. është negativiteti që do na rëmbej, lexoj diku që këtu bësh Organ. transplanta. Më larg qoftë Zoti i Madh. Si ti atë shpejt. Silent music in shimmering gold. The strangest feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so, and your eyes were also. Që nga ftoht. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. A mirror image of my soul. I could see myself, but without the hopes. I pinched my arm just to see if you could feel what I Mirëmëngjes nga dita e dytë në Prag. Edhe sot është tmerrsisht ftohtë. Madje kam vendosur dhe sytëzet që të më mbrojnë nga sytë. Që për shaka, po ja ku është dhe Alvio. Siguruar vëmë edhe syzet. Po, mos na fryera. Është një i ftohtë, shikoni duart, është një ftohtë i hidhur, nuk e di, është shumë ftohtë, tmerrsisht ftohtë. Edhe sa gradë, më duket është 2 gradë tani, po ama kohën e kemi super të mirë se dje kishim shi. Shikoni pak ndriçimin, harmoninë e ndërtesave, ngjyrave, është shumë i bukur. Edhe celulari i ri që bën të vetës. Po, edhe kështu. Ne do gjejmë një vend të mirë për të ngrënë mëngjes. Jemi zgjuar, në fakt jemi zgjuar herët, por donim të hidhnim një video me nuk u holl. Edhe u mërzita shumë. Harxuam internetet të. Harxuam internet, 15 giga i harxova unë, i harxova dhe Alvios 6 giga. Edhe domethënë është harxuar 20 giga dhe në fund të ditës nuk u hodh videoja. Nuk e din nëse ka problema iPhone-i ose ndonjë gjë tjetër, interneti. Shumë i bukur. Edhe tani ora është sa është, po të paktën më mirë bën se do kishin shumë ftohtë, sepse ishte 0 gradë në mëngjes, tani ora është 10:30. Edhe duhet gjejmë edhe një vend të mirë që të ha mëngjes. Kam parë disa vende në TikTok kështu sugjerime, por I kemi pak larg dhe do shohim në një me rekomandimet e vet te Google Maps me review. Edhe pam atë kush ishte ai burri që ishte I varur? Freudi. Simbolizonte ankthin, njeriu në kohën moderne që gjatë gjithë kohës në ankth mund të bjerë, qëndron I varur, por gjithashtu është shumë I fortë dhe rezistent sepse vazhdon të mbijetoj. Edhe ishte shumë e bukur. Tregoj pak të ndërtesën se do të shkojmë. Ishte shumë nice gjë, edhe në fakt donim që ishte një nga pikat që donim që të shikonim me Alvin, por na doli rastësisht dhe isha kështu, Alvin, shika. Ndërkohë që dikush thoshte në video që duhet të keni fat për ta gjetur në rrugica. Po se rrugica duken pak njësoj, edhe tani me thënë të drejtën të kthehemi dhe ta gjejmë, do e kemi pak të vështirë. Edhe po ju tregoj pak arkitekturën. Çfarë arkitekture ka Praga? Si gotike dhe stil? Po. Arkitekt. Është gotike, pastaj disa tjetër. Mendoj që Praga duhet vizituar vetëm në dimër, që të japi atë ndjenjën 100% që mendojmë kur kanë qytetet e ftohta, sidomos Praga, edhe mirë që ka dhe këtë stilin gotik, kombinon më bukur. Alve po I kanë këtë ca lek, sepse ju thashë këtu kanë monedën e tyre, lekun e tyre, edhe do kthejmë euro në korona. Shikoni si më janë bërë duart. Vem edhe eurot, shikoni sa të bukura. Dhe shikoni çfarë kemi vënë këtu te 500. Kjo shko sa ngjan me mua.
Sa e more? Sa vjen e lek. pashëm. Sepse ju thashë Do blim raporti. top këtu në Sa e City. kishte raporti? Sa po hëngrëm edhe mëngjes, edhe jo ka shkruar emrin aty, ma më ka zëmë lemza, kam diku të qerek ose 20 minuta, edhe është shumë bukur. Hym tek një rrugic që ka vetëm dyqane brende, edhe po bëjmë pazar nga po bëjmë pazar nga vitrina, si është po shofi. Nuk po shohim dhe godinat. Edhe nuk është se unë kisha vendosur qëllim vetes të blija diçka me thënë të drejtën. Më falni për lemzën realisht, por si është e kënga? Lemza kemi një orë, kemi po e këndonim tek rruga më përpara para se të hynim te kjo rrugicë. Unë kisha vendosur qëllim që të blija ripin e yseles, palve nuk më lë dhe më thot jo mos e merr. Po sa të bukur. Karocë me kuaj. Jetë se ndrove muhabeti, ku këtë ju fshe? Jo, pse ndrove, shkoj të shkoj godinën tu. Po shikon një godin. Kisha vendosur që të blija ripin e yseles, palve nuk më lë. Unë tash bli çfarë të duash, po të blesh aq shumë lek, një rip. Ku mund blesh një çantë, një këpucë, i syze. Po rip dua. Ripi është, nuk e di se si më duhet. E çfarë them? Më thot që ti nuk e meriton një rip yseles. Are ushi nuk e meriton një rip yseles. Ngrim së ftohtë, kemi shumë ftohtë. Kemi shumë ftohtë. E forta është që kur ishte në Tiranë më tha që të premtoj që do ta marrim. Nice, unë nuk është se dua që të ma blej Alfi ose i kam lekët e mia, apo thjesht unë e gjykoj shumë veten time, pastaj e them bobo pse e bleva, e pse kështu se ashtu. Edhe dua që dikush ta miratoj atë dhe të thoj bëre shumë mirë që e mora, dhe në këtë rast atë nuk do ta bëj. Dhe që kështu të ndihem shumë keq. Edhe dua një kështu, një miratim që të më thoj dikush që merre reja se ti e meriton. Që komentoni të gjithë votoni. Komentoni. Reja mos e merr. Edhe kështu. Tani do shkojmë tek do gjesim ca shkallë, është një si park. Nuk e dim fare çfarë. Nuk e dim, thjesht as Google-in s'po e havin, kemi aq ftohtë, realisht dhe unë mezi po xhiroj, shikoni si kam duart. Cool. Silent music and shimmering gold. Strangers feeling about Po. Patjetër. Është shumë e bukur, por nuk është vendi jonë në këtë lloj të ftohti. Se ne jemi mezetar, jemi sulm diell. Në ngrohtësi. Tani, çfarë duhet të kisha Deri tani s'është. Veshat.
I harrova një kapuç edhe një shall të madh që e pash tek Kos, por nuk e bleva sepse po pres Black Friday, ishte 100 euro. Ja vlen se ishte shumë i mirë, por mos jemi kundra tjerë. Nga e kuptove. Sa bukur, vjeshta. Është një dashur. Hajde. Ja, për të qenë shumë bukur, po, shumë ftohtë. Salut. Unë kam shumë të mund, po ne duam që të shkojmë, jetë kujdesesh telefonierisi edhe me të rashkë. Hop! Ne duam të shkojmë të rrim këtej, ne duam të shkojmë tek Little Venezia, është një vend shumë i bukur që kalon në një kanal që prandaj ka marrë dhe emrin, duke inspiruar nga qyteti italian. Edhe kushton të më duket 20 euro bileta për person, edhe ishte 40 minuta turi. Gjithmonë nëse varka është e mbyllur se nuk do bjem dëshmor. Realisht me këtë të ftohtë do të jemi të na fry dhe era, në lumë është. Edhe do shkojmë edhe tek pallati që është ai atje. Shikoni sa i bukur. Edhe varkat që bëjnë turin. Po ne duam një varkë të vogël romantike, edhe këto mendoj se janë varka që ecin tek përgjatë lumit, kurse ne duam tek ai kanali. Ky do jetë turi i Pragës prandaj. Po ja pas Është ka goxha me ftohtë, tavolina. realisht është një ftohtë i tmerrshëm. Do me thënë. Edhe- Nuk i dim si është pas një muaj, po. Po Është ftohtë. knaqem, po knaqem. Unë dhe Albia në një univers paralel. Albia është ai me bark të madh. Pa i ditë si është. Edhe ai barku në le madhe pas ka të dy ne pasi kemi ngrënë ushqim të mirë. Haj! Po jemi vërtet ne. Haj, trrt. Hajde. Pas ka qenë. Hajde me zemë. O, Albia po vjen! Është Albia, shikoni si më vjen. Hajde! Molla do vëm Edhe kjo, qa është kjo ti? Qa është kjo? qërshi haja, të vëm mollë. Jo. Ka bërnic. Si do duket Praga që tani? Shumë e bukur dhe mendoj në praver mund t'jetë akoma më. Në dimër. Pavarësisht se i shkon edhe kjo pjesa gotike e dimrit. Po t'ishte ngrohtë në dimër do kënaqesh. Po, s'do ishte më Sa gosik. bukur pjesa e shelgjeve këtu. Praga, Budapesti. Midis jam, po mu më ka pëlqyer shumë Budapest. S'ka qenë me mua, në ti prandaj. Ska S'ka qenë me mua, prandaj pëlqen Budapesti. super sugjeroj Budapestin nëse është. Sa bukur! Është shumë e bukur, ua. Shelgu është pema ime e preferuar, kur kemi qenë vogla, te shtëpia kemi pasur një pemë të madhe shelg, ersi duhet që të ma konfirmoj këtu, edhe babi na e preu se ai bënte shumë pis, edhe disa jemi mërzitur se ishte ajo, pema ime e preferuar, nuk e keni iden çfarë ndjesie më jep, edhe e kam shumë qejf, në Tiranë nuk ka shumë. Edhe në Poliçan, kishte aty mbrapa I kam prerë me kafe. mbrapa aty afër shkollës, se di Albi është në Poliçani dhe kushdo tjetër që aty ku hanin byrek mbrapa Mozës. Është akoma jo. Ja, kam prerë. Kam prerë. Është një pemë shumë e bukur. Do ujë shelku? Po do. Do? Shkoni sa i bukur që është. Shelgu, zakonisht. Albia! Mendoj se shelgu është ajo pemë që krijon muzikë, është pema e meditimit, është shikoni, wow! Ju të shikoni gjë, po prisni. Sa magjike! Wow! Zana, kur i për shelgjë. Druidët.
O jet, o njerëz, tek Pocahontas, Shelgësh ai që i vete Pocahontas? Ne besojmë tek planet. La 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 S'dua t'ike në shtëpi. Princesha dhe shpërtor. Princesha dhe prince. O jetë se rash. Tani jemi tek pallati mbretëror i Pragës, edhe do futemi te Starbucks për të marrë diçka të ngrohtë, sepse është vërtet marrë një cappuccino. Fight the darkness till break of day. The heart and the mind changes so fast like a chameleon. Red was a blue sky. What there was no, we were so very young. Falling clover, look what you've got. Changing colors more often than not. Tani jemi në kërkim të Little Venezia, që ju tham edhe që parë. Ndërkohë pallati ishte vërtet shumë i bukur, ne nuk hym brenda, por mjaftoi e pam thjesht nga jashtë, sepse realisht nuk kemi dhe shumë kohë dhe kishte pak rast, sepse nuk i kishim prerë biletat online. Edhe në fakt bëm kompromis që në këtë udhëtim donim të shlodheshim edhe nuk donim që të prisnim në radhë dhe tham që nuk do shohim muze ose edhe kështjellën në këtë rast, ndoshta nesër. Por pallati që vizituam, nga pallatet më të mëdhenj në Europë, ishte rreth 70.000 m2 bashkë me pjesën e oborit të pallatit, ishte shumë i bukur. Edhe aty tani lexuam pak edhe në internet që është edhe rezidenca e presidentit çek. Sa po hym në një park dhe shikoni sa i bukur që është. Edhe kështu i kemi gjetur këto destinacione të pa kërkuar shumë në internet, po e gjithë Praga është shumë e bukur, çdo cep që të shohësh është një mrekulli. Edhe tani kjo, ky sezoni i vjeshtës, shikoni sa bukur. O zot, s'mundem, është shumë bukur.
Erdhëm në një nga restorantet me më shumë review edhe që mbahet për ushqim shumë të mirë, edhe unë do provoj gulashin tradicional të Pragës. Kurse Aljo do marrin ndonjë mish, edhe këtu kemi menuan. Baked potato, a mixed salad, yeah, Yeah, and goulash soup in the bread, yeah. thank you. Enjoy. Sapo na erdhi edhe dreka, Alpio ka marrë mish dëri që vjen edhe me salate dhe salsa, kemi marrë birë, unë ka marrë birë lajda Alpio dark, kemi marrë salat, kemi marrë patate dhe gulashin e famshëm qek, që është me mish dhe është i gatuar është i vendosur në bukë. Edhe na bëftë. Do ja vendos emrin e lokalit sepse ka lokacion shumë të mirë, sepse është afër Urës, por gjithashtu ka edhe super review të lartë. Mi ngrën ushqimi më të mirë këtë vit. Realisht super i shishëm. Edhe ja t'ua tregoj dhe lokacionin. Pura e famshme dhe këtu është lokali restoranti. Ushqimi ishte 10 nga 10 çdo gjë dhe shikoni sa pak lek. Do t'tregova faturën, kushtoi 45 euro, lam edhe 5 euro bakshish sepse ishte i detyrueshëm, domethënë duhet të lije 10% të faturës, gjë që po, por gjë që meritoni sepse dhe shërbimi çdo gjë ishte super. Ndërkohë, gjëja ime e preferuar këtu është qatit që ka në gjakun dhe nxjerrin tyme dhe vjen kjo era e mirë e zjarrit me këtë ajrin e ftohtë të dimrit. Unë jam i person dimri, edhe pse në Tiranë nuk është se bën shumë, po mësohesh me të ftohtin, sidomos kur pi dhe pak alkool të ngrohtë. Alv. Unë të them që është ndër udhëtimet më të bukura që ne kemi bërë dhe nuk e kemi planifikuar shumë, prandaj nuk e kemi sforcu veten, po, edhe nuk rastësisht kemi pa shumë vende që edhe nuk kemi qenë kështu po të bëjmë foto se kemi ftohtë, me veshur trash, edhe nuk kemi bërë shumë plane, që o të marrim këtë, të marrim atë. Dinim që do ishte ftohtë, thjesht të visheshin sa më ngrohtë. Është super bukur. Ju as super sugjeroj. Jeta është më e bukur se Budapesti. si di, nuk e di. Okej, ushqimi është më i mirë. Ngjashme shumë të mirë thash. Çfarë thash, më e bukur Budapesti kur më bën kamerën, ta kallzoj gjëra. Ndërkohë sa është ora? Kemi një aeroplan këtu, një helikopter. 5:10 ora dhe këtu errët shpejt. Vetëm tek ai vendi ku jeton motra ime, errët në orën 7. What do you say? Ato się ciepła. Celebrate your day. The heart and the past changing so fast like a chameleon.
me gjëra që nuk I kemi atje tek Shqipëria. Sa po arritëm, morëm 18-ën tramin se ai na sillte në shtëpi edhe po vononte goxha, kishte pak vonesa, por transporti publik është shumë I mirë, edhe dje ne morëm Uber, por në aeroporti deri tek hoteli kushtoi 20 euro, pastaj morëm edhe një herë tjetër kushtoi 8 euro, nga 8 euro kushtonte zakonisht. Nuk e se ishin, nuk e se ishin shumë larg, ndërkohë më e mira alternativa është të merrni tramin. Tani, ishim tek Sephora, më dhuroi Alvio këto të dyja. Kemi dhuroi Alvio, edhe pse ne lekët bashkë kemi, paralisht nga portofoli I Alvios dolën, edhe ai po insistonte që ta merja këtë të Gizus. Edhe mora këtë lip glossin. Është nice, është ky. Por nuk pak e të hidraton buzët, se më ishin tharë kryt, por ndihet pak si vaj. Por nejse, ka këto xixat edhe Alvia di që unë kam shumë qef në ginin, edhe prandaj po thashtë mere. E kam marrë kështu si me shije shalqi, se vjen pak aroma. Edhe mora këtë që doja, ta merja nga Benefit, që është gjeli I vetlave. Mora formatin e vogël, që të shohën që se do më përshtatet dhe do më mbajt, të ngrit pra për pjetë, kështu si I kam më në qef si krehura. Edhe kushton të diku te 20 euro, argjuan 50 euro tek Sephora, është ky. Në fakt nuk mora gjëra të tjera, se do jetë Black Friday dhe thash pse ta harxoj kot lek. Edhe do e provoj nesër në mëngjes. Nëse doja ta ndroja atë gjelin e vetlave, sepse ai që përdorja më jep pak si refleks portokalli edhe thash të provoj diçka tjetër. Ishim dhe tek Primark, thashun, gjërat që nuk I kemi në Shqipëri, shohim. Mora këto bizhamkët, shkoni sa të bukura që janë, të japin pak vibe-in e atë saj Gjerf, Matilda Gjerf Avenue, të brandit, sepse ka këto kështu sa të bukura që I ka shumë cute. E në parasysh që ka ato bizhamkat me fruta, në që se ndishni e sigur që e keni parasysh çfarë për kë po flas. Edhe janë materiali duket shumë I mirë, kushton të ky seti 20 euro. Edhe më pëlqen, është shumë I bukur, e mora masa L, edhe ka marrë edhe tutat, sepse ishte set, si që thash. Edhe janë shumë të bukura, më pëlqejnë ngjyrat. Të kem aty në shtëpi. Unë bizham ka ble gjithmonë. Mora pastaj këto maskat, janë bërë këto maskat virale, por nuk I gjeta aty tek Sephora ato që janë bërë virale. Edhe më duken të ngjashme këto në Primark, nuk kam shumë qef që të përdor maska kështu të lira, se realisht ishin të lira, se kushtonin 2 euro. Okej, se shumë të lira nuk e janë, se unë përdor ato të Garniers në fakt, edhe pse në Shqipëri kushtojnë 3.000 lek, 2.500, 3.000, 3.500 varen nga maska. Por do ta përdor sot dhe do t'ju them nëse vërtet ja vlen këto të Primarkut. Të paktën fytyra ime është tharë nga I ftohti dhe kam nevojë, plus më pëlqen shumë edhe se janë bërë pak virale e keni parasysh në TikTok e në Instagram, edhe thash pse jo, ti përdor edhe ti provoj. Pastaj morëm edhe çorape. Unë mora këtë setin që ishte 4 euro dhe ka këto çorapet shumë bukura, 5 copë, shikoni me gingerbread. Shikoni sa romantike janë. Dua që t'i vesh edhe me këpucë, ka një palë roz të thjeshta, ka këto me vija që më pëlqejnë shumë, që janë shumë festive, ka këto me fjongo, ka edhe këto të kuqet me zëmër. Edhe pastaj Alvio mori dhe këto I shkreti, vetëm këto ka bler Alvio, se çdo gjë unë bleva, edhe pse nuk është se donim që të bërim shopping, sepse tham që përpara kemi Black Friday dhe nuk është se kishte shumë oferta, edhe plus nuk kemi as vend që t'i mbajmë, edhe nuk duam që të kemi ngarkesa, sepse nesër kemi avionin goxha vona, në darkë vonë fare, edhe duhet që t'i mbani me vete të gjitha gjërat, dhe këto kanë qenë me ofertë 3 euro, po ja vlen sepse ka 7 palë dhe duken material I mirë. Edhe kështu njerëz ishin tek Starbucksi, vajtë morëm nga secili një cappuccino, një kakao të ngrohtë.
Edhe qëndruam aty gjysmore, jemi lodhur shumë sot, më dhëmi këmbët, do ndrohem, do bëj një mask, edhe ndoshta shohim një film se erdhëm goxha herët. Është ora, okej, paska ecur pak, paska vajtur 9:20. Jam super e lodhur dhe është shumë ftohtë, sa herë duhet që ta them se sa ftohtë është, po të paktën këtu brenda, nuk kemi ndezur kondicionerin dhe është shumë ngrohtë, është shumë e habitshme, nuk e di. Për mirë të paktën, sepse thjesht me këtë organin e holl, por edhe kështu mund të rish me më të shkurtra pa problem. Edhe ne do shihemi nesër, ose unë do ta mbyll këtë videon sepse ka dalë goxha e gjatë bashkë me dije, dhe ne do shihemi tek videoja tjetër e YouTube-it. Mos harroni të bëni një subscribe, është shumë e rëndësishme që të na motivoni edhe të tregojmë më shumë. Edhe jemi lodhur goxha se ka qenë shumë ftohtë, duart më janë bërë akull vetëm duke filmuar, prandaj e meritoj një subscribe, një like edhe një comment, çfarë të doni ju. Faleminderit, bëni share këtë video në qoftë se njihni dikë që do të vinë në Prag edhe ka nevojë për pak informacion ose edhe thjesht për vibe-in romantik që Praga të ofron, këtë pamje gotike që mua më pëlqen shumë. Edhe Vjeshta dhe dimri janë stilet e mia të preferuar dhe unë adhuroj vërtet të ftohtin, e kam shumë qejf, sado që them është ftohtë, por kur e them më ndizet diçka brenda vetes se kam shumë qejf që është ftohtë. Edhe mirupafshim, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer videoja. Më ndiqni në Instagram për atë, sepse kam bërë foto shumë të bukura, edhe do shikoni edhe reelsa dhe informacione që ndoshta këtu nuk i kam treguar. Ciao, mirupafshim.